Të nderuar bamirësa nga vendi dhe diaspora dashur. Kjo është shtëpia 19 anëtarëse e familjes Hasan Zenunaj në fshatin e Vosell. Ka dashur Zoti, punimet kanë shku mirë, falë bamirësisë suaj dhe ndimen që na keni dhënë deri më sot. Kemi nevojë edhe për pak që ndash Zoti muin tjetër t'ia dorëzojmë çelçat. Familjarë që dini janë çka për derdhen, dikush të një lakem, blok 3, dikush në Bërkac, dikush në Piskot, dhe dikush përrin këtu me flet, një u shtëpi natën shathar. Ajo që kemi nevojë më së shumti është për momentin të rregullohet sa më parë izolimi i shtëpisë nga jashtë, materialin e saj, kemi nevojë kit banjo kompletohet, keramika, tushkabina, lavamani, gjërat që i dini për banjo që shumë asaj dikunimi 300 euro, kemi nevojë për 4 dyrë të dhomave, i bërsukin e kemi nga Muslitulla, thashë sa vite bamirësin tonë komplet gratis, Zoti shpërbleft. Kemi nevojë për një kuzhinë, kemi nevojë për lavatri që një shpet me dru, shpet me rrym, gjërat të cilat po e shihni me sytë juaja që në fund do ta postojmë edhe një fletë që ato që janë më elementare ta kompletojmë këtë shtëpi. Andaj ata që kanë mundësi të na ndihmojnë, na përkrajnë edhe pak, ndash Zoti ju shton bereqetin, begatojmë të mirat e tij, po mundohem që në fund të muajit tjetër edhe këtë shtëpi dhe ata në Gjakov të dorëzojmë çelçat, duke ditur me këto 2 shtëpi bëhen 5 shtëpi për vitin 2025. Kudo që i kemi, Zoti ju begatoft me të mirat e tij.